Përshëndetje, mirë se vini, flasim hapur në Durrës Lajm. Pashka është eventi më i rëndësishëm për të gjithë të krishterët në të gjithë botën. Nuk është thjesht një festë fetare, nuk është thjesht një ditë për të uruar, gëzuar Pashkën, Krishti u ngjall. Është më shumë se sa kaq. Është një histori dashurie midis hyjit dhe njerëzit. Midis hyjit i cili sakrifikoi birin e tij, i cili shpagoi dhe shpëtoi njerëzimin përmes kryqëzimit dhe ringjalljes. Në këtë episod do shpjegojmë historinë dhe kuptimin e vërtet të Pashkës. Pashka, në kuptimin e saj më të thellë të krishterë, nuk është thjesht një festë, por një rrëfim i madh shpëtimi që përshkon gjithë historinë e njerëzimit, që nga fillimi i kohës deri në përmbushjen e saj në Krishtin. E gjitha nisi me rënien e njeriut. Në fillim, njeriu krijua sipas shëmbëltyrës së Perëndisë dhe në bashkësi të plotë me të. Adami dhe Eva jetonin të pamëkat dhe komunikonin drejt për drejt me Perëndin në kopshtin e Edenit. Rendi natyror ishte i përsosur, madje edhe kafshët nuk kishin egërsi, por përmes mosbindjes së Adamit dhe Evës, mëkati hyri në botë. Kjo rënje nuk ishte thjesht një gabim i vogël, një mosbindje për të mos ngrënë frytin e ndaluar, por një prishje e thellë e natyrës njerëzore. Njeriu mëkatar nuk mund të kishte më bashkësi me Perëndinë e shenjtë. Rendi natyror i përsosur u prish dhe egërsia te kafshët u shfaq. Njeriu bë i vdekshëm. Njeriu bë plotësisht i paaft për të shpëtuar veten. Ai u nda nga Perëndia dhe u vendos në dënimin e vdekjes. Nga i pavdekshëm, njeriu bë vdekatar. Megjithatë, që në atë moment errësire, Perëndia dha një premtim. Ai foli për një farë të gruas që do të vinte dhe do të mundte gjarprin, pra të keqen, atë që shtyu Adamin në mosbindje. Kjo është rrezja e parë e shpresës, premtimi një Mesie që do të rikthente atë që ishte humbur. Bashkimin e njeriut me Perëndin, Mesia, pra i dërguari, ndërmjetësi i njeriut me hyjin. Ky premtim vazhdon dhe bëhet më i qartë në historinë e Abrahamit. Perëndia i premton atij se nëpërmjet farës së tij do të bekohen të gjitha kombet e tokës. Kjo farë nuk është thjesht një pasardhës fizik, por Krishti vetë, përmes të cilit shpëtimi do të shtrihet përtej një populli të vetëm, tek të zgjedhurit nga çdo komb. Premtimi për Mesian shfaqet edhe kur Perëndia vë në provë Abrahamin që të sakrifikojë birin e tij Isakun, kur në momentin e fundit Zoti ia ndal dorën me kam dhe siguron një qenj për t'u sakrifikuar. Ai qenj ishte profeci për Krishtin, i cili do sakrifikohej për shpëtimin e njerëzimit. Më pas, historia merr një formë konkrete në ngjarjen e madhe të Eksodit. Populli i Izraelit ishte në skllavëri në Egjipt dhe Perëndia ndërhyn për ta çliruar. Natën e fundit, përpara largimit nga Egjipti, çdo familje urdhërohet të therrë një qenj pa të meta dhe të lyej me gjakun e tij traun e derës. Kur kalon ëngjëlli i gjykimit, ai kalon mbi ato shtëpi që janë të mbuluara me gjak. Kjo është Pashka, kalimi nga vdekja në jetë përmes gjakut të një qengji. Kjo ngjarje nuk është vetëm historike, ajo është profetike. Ajo tregon se shpëtimi vjen përmes një zëvendësimi. Qengji vdes që të paralindurit të jetojnë. Në dritën e dhjatës së re, kjo kuptohet si një figurë e qartë e Krishtit, qengjit të vërtet të Perëndisë. Ajo që duhet theksuar në këtë moment të ndodhur afro 1500 vjet përpara Krishtit, është se populli i Izraelit duhet të lyhente traun e majt të djathtë e të sipërm të derës, që nëse vizualizohet, krijon formën e kryqit. Kryqit të Krishtit 1500 vjet më pas. Ndërkohë, profetët e dhjatës së vjetër e thellojnë këtë tablo,
te Isaia 53, shkruar 700 vjet përpara Krishtit, përshkruhet një shërbëtor që vuan, i cili sakrifikohet e vuan për shkeljet tona dhe mban mbi vete mëkatet e njerëzimit. Në Psalmin 22, të shkruar 1000 vjet para Krishtit, gjejmë një thirrje të dhimbshme. Perëndia im, pse më ke braktisur, së bashku me përshkrime që përkojnë në mënyrë të plot me kryqëzimin, si për shembull, më kanë shpuar duart edhe këmbët, që tregon kryqëzimin, një praktikë që nuk ekzistonte në atë kohë, por do aplikoi 400 vjet më pas. Këto tekste nuk janë të izoluara, ato janë pjesë e një rrëfimi që drejton drejt një kulmi. Ky kulm arrihet në kryqëzimin e Jezus Krishtit. Ai, i pafajshëm, vuan dhe vdes si një shkelës i rëndom. Në një kodër jashtë Jeruzalemit, të njohur si Golgota, në një qiellin që duket sikur rëndohej nga pesha e asaj që po ndodhte, Jezusi u qua për tu kryqëzuar. I rrahur, i përqeshur dhe i përçmuar, siç kishte profetizuar Isaia 700 vjet më herët, me tunikën e tij të hedhur në short nga ushtarët, siç u shkrua 1000 vjet më përpara nga Davidi në Psalmin 22, ai mbante mbi shpinë kryqin e tij. Ushtarët e shtrinë mbi dru dhe i shpuan duart edhe këmbët me gosht. Kryqi u ngrit, dhe ai u var mes qiellit dhe tokës, i ekspozuar ndaj turmës që tallej dhe shikonte. Orët kalonin në dhimbje të padurueshme. Frymëmarrja bëhej gjithnjë e më vështirë, çdo lëvizje një torturë. Megjithatë, vuajtja e tij nuk ishte vetëm fizike. Në thellësi të kësaj drame, Jezusi mbante mbi vete barrën e mëkatit të njerëzimit. Ai përjetonte braktisjen që mëkati sjell, duke thirrur me zë të lartë: Perëndia im, pse më ke braktisur? Fjalë që pasqyronin jo vetëm dhimbjen, por edhe përmbushjen e asaj që ishte paralajmëruar prej kohësh. Një përmbushje profetike. Errësira mbuloi vendin. Në atë moment ndodhi ajo që është thelbi i Pashkës. Krishti mori mbi vete dënimin që i takonte njeriut. Ai u bë zëvendësuesi i mëkatarëve, duke paguar plotësisht çmimin e mëkatit. Kur bë në fund ai tha u krye, nuk ishte thjesht fundi i jetës së tij toksore, por përmbushja e një vepre të madhe hyjnore shpëtimi. Por historia nuk përfundon në kryq. Pas 3 ditësh vjen ringjallja. Krishti ngrihet nga të vdekurit, duke treguar se vdekja është mundur dhe se sakrifica e tij është pranuar. Ringjallja është vula e fitores dhe themeli i shpresës. Nëse Krishti jeton, edhe ata që janë në të do të jetojnë. Por kjo nuk ishte një tragjedi e rastishme. Ishte i plani i Perëndisë për shpëtim që prej fillimit. Krishti merr mbi vete mëkatet dhe dënimin që meriton njeriu. Ai bëhet zëvendësuesi i mëkatarëve, duke paguar plotësisht borxhin e tyre. Shlyerja që ai kryen nuk është thjesht një mundësi për shpëtim, por një vepër e sigurt dhe efektive për ata që Perëndia ka zgjedhur. Krishti u ngrit nga të vdekurit, duke u shfaqur mbi 500 vetave, burra e gra. Ringjallja është vula e fitores dhe themeli i shpresës së krishterë, udha e vërteta dhe jeta. Jeta, kryqëzimi dhe ringjallja e Krishtit u dëshmuan dhe u shkruan nga apostujt, por edhe nga historian të kohës, si për shembull historiani hebre Flavius Josefus. Ai shkroi në veprën e tij Antikitetet hebraike, dhe aty gjendet një pasazh i famshëm i quajtur Testimonium Flavianum. Ai shkruan: në atë kohë jetonte Jezusi, një njeri i mençur, nëse mund ta quajmë njeri,
sepse ai bënte vepra të mrekullueshme dhe ishte mësues i njerëzve që pranonin të vërtetën me gëzim. Ai tërhoqi shumë judenj dhe shumë nga grekët. Ai ishte Krishti. Dhe kur Pilati, me nxitjen e krerëve tanë, e dënoi të kryqëzoi, ata që e kishin dashur nuk pushuan ta donin, sepse ai u shfaq atyre i gjallë përsëri ditën e tretë. Dhe grupimi të krishterëve, i quajtur pas emrit të tij, vazhdon deri më sot. Në fakt, ajo që duhet theksuar dhe përbën një rëndësi të veçantë është se Jezusi është më i dokumentuar se Aleksandri i Madh për sa i përket hendekut kohor. Dhe Jezusi ka më shumë burime të pavarura se Sokrati. Jeta, vepra, kryqëzimi dhe ringjallja e tij janë të dokumentuara nga burime parsorë dhe dytësore, më shumë se shumë figura historike që njohim prej historisë. Kështërimi erdhi në Iliri që në kohën apostolike. Apostolli Paul erdhi dhe predikoi në Iliri dhe Dyra, pra Durrës. Dhe kemi dëshmi që një prej të 500-ve që pan Krishtin e ringjallur ishte nga Iliria. Këto fakte e bëjnë vendin ton të rëndësishëm në harkun historik e atë të besimit të krishterë. Kështu pra, Pashka për të krishterët bëhet shumë më tepër se një përkujtim. Ajo është shpallja e një realiteti shpirtëror, se Perëndia ka vepruar në histori për të shpëtuar popullin e tij. Si Izraeli që doli nga skllavëria e Egjiptit, besimtari krishterë nga çdo kom del nga skllavëria e mëkatit. Si shtëpitë që u mbrojtën nga gjaku i qengjit, kështu i krishteri mbrohet nga gjaku i Krishtit. Në thelb, Pashka tregon se shpëtimi është plotësisht vepër e Perëndisë. Nuk është diçka që njeriu e fiton me veprat e veta, por një dhunti dhe dhuratë hiri. Krishti është qëngji i vërtet, sakrifica përfundimtare, dhe në të gjendet falja, pajtimi dhe jeta e përjetshme. Kjo është arsyeja përse Pashka është festa dhe eventi më i madh, ajo që rrëfen historinë e dashurisë së Perëndisë që hyn në botën e rënë. Merr mbi vete mëkatin dhe e mund atë, duke i dhënë njeriut një fillim të ri dhe një shpresë që nuk shuhet kurrë. E mbi të gjitha i jep njeriut jetë të përjetshme. Ky është kuptimi i vërtet i Pashkës, sakrifica e Krishtit në kryq dhe ringjallja e tij. Një histori dashurie me dishyrit dhe njeriut, e cila te kalon çdo histori në romane, në poema apo edhe në filma. Një histori dashurie e cila mbetet e përjetshme. Faleminderit që na ndoqët, ne u takofshim në episodin e radhës.